Ekzekutimi i 39 vjeçarit Elidon Mehmeti dyshohet të ketë ndodhur për shkak të pazareve të prishura të drogës. Kjo është pista kryesore ku po heton policia e Vlorës, bazuar dhe në të shkuarën e viktimës, i cili njihet si person me precedent penal në fushën e narkotikëve. Nga hetimet rezulton se Mehmeti ka qenë i proceduar në shtetin Fqinj, Itali, për trafikim të lëndëve narkotike. Pak orë pas ngjarjes së rënd, policia e Vlorës ka shoqëruar 8 persona që dyshohet të kenë ndjeni për ngjarjen, me të cilët po punohen për zbardhjen e krimit. 39 vjeçari Elidon Mehmeti është ekzekutuar me breshëri plumbash Kallashnikovi mes natën e së dielës në rreth rrotullimin e skelës në Vlorë. Viktima ka qenë në makinën e tij, tip Ford, duke hyrë në rrugicën ku kishte banesën, përballë një hoteli kur është qelluar për vdekje, informon policia e Vlorës. Numërohen mbi 18 shenja të plumbave në makinën e kuqe, ku ndodhet 39 vjeçari, ndërsa xhamat ansor të mjetit janë të thyer. Viktima banues në Vlorë mësohet se i ka dhënë makinës për gati 50 metra dhe pasi ka hapur derën e mjetit u ka thënë kalimtarëve më qelluan. Më pas ai është dërguar në gjendje të rëndë në spital ku edhe ka ndëruar jetë. Mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Fier është gjetur një makinë e djegur e cila dyshohet se u përkiste autorëve të vrasjes së 39 vjeçarit Elidon Mehmeti.